gjithve, jo vetëm ju që jeni në sallë, po dhe ju që në ndiqni në mjetë e ekranit të Top Channel, kudo që ndodheni, mi mbrëma! Falemderoj gjithë shqiptarët si janë tuna pa me kofshën e gjenidetit mëzoj. Falemderit. Po prit njerë se ne nuk I kemi pyetur akoma si janë, si kanë qënë. Nuk du me di gjë, falemderoj vraf për Sali Berishën, basta jeti roba. Falemderit. Se nuk u boje Edi Roma me dalë para Sali Berishën. Një sekund. Jo, të lutem, jo. Sot nuk do ketë fare politik. Në këtë mbrëmje s'ka politik, dakord? Bo, a qashtu? Po. Kush të jetë viti ri pa politik, bëtej? Po ne në dalë të viti të reja ha me politik, bëtej? Ku ka si politika, bëtej? Shtyhet, bëhet shumë mirë. Ja do nisim që këtu, në këtë stadium, të vitit të ri, me titullin Autoktonus 2015. Unë e para, këtu, e 25 vite më parë në Shqipëri trokiti demokracia. Po. Dhe po të themi pak në kohë, do kujtojmë që në këtë stadium ja bën ndeshje të forta, dramatike. Madje Skënderbeu luftoi 25 vjet në këtë stadium. Po, ke drejt. Se ne kena 25 vjet se ja fajsim njëri tjetrit. Falemderit. Në fakt, ndeshja e vërtet filloi në godinat e qytetit Studentin, ato godinat të ftohta ku djemt e vajza të mrekullueshëm luftuan, ngritën zërin kundër izolimit edhe mjerimit. Po, edhe me to u baskua gjithë populli I Tiranës edhe filluan ato thirrjet e para. Liri demokraci! Edhe shate në thirrje si për vetëm kur hypi një personi gjatë me atë pardesyn e bardhë, një hund shqipojnë e ne tha. Do ja sjellë pluralizmin duke falenderu presidentin shokun Ramiz Alia. Falemderit. Me gjitha të, demokracia erdhi, ta pranojmë. Demokracia erdhi dhe Shqipëria u mbush plot me parti politike. Pastaj filloi pak manipulimi I rezultatit, blerja e arbitrave, e lojtarëve. E kështu vit mbas viti, tifozeria shtoi. Shtoi dhe në 97-ën arbitri tha: parat janë të sigurta, ndeshja është e pastër edhe bastet janë të pastra, prandaj futuni lekët në ndeshjen e madhe sepse I keni të sigurta. Edhe shqiptarët shitën me lope, me shpije, me katandi edhe vum bas për ndeshjen e madhe. Qashtu, I shajten, I fajten, e ne ja tajten, basta I fajt. Shetu thondre. Falemderit Sali Berisha si na e fute për herë dytë. Falemderit. Pasaj dhe një arbitër tjetër, a I këtej binte birbilit, këtej pinte nga qiku iski. Po, dhe ngriti dorë madje ky arbitër e tha: ju betohemi, tha populli shqiptar, që lekët që humbët në bast do t'ja u kthej, të gjitha do t'ja u kthej. Qashtu, po, kur ishte tu betu, I rashkitin I shikë gishti mesit, e ne qashtu, falemderit. E ne, basadej, socialistat u bon më kapitalist se kapitalistat, se nuk ka lezet pushteti pa shi korupcion, martaj. Hapej, rej shylëshjate, e ne gjithat mëjrat. Falemderit. Pasaj, trajnerët e skuadrave menduan se do ishte më udhës të fusin në loj një lojtar të gjatë që bënte gola me kokë dhe një lojtar të shkurtër që ju kalon të kundërshtarve me shajve. Po, dhe hyri fuqishëm në fush Ilir Meta dhe Edi Rama, lojtar të papar. Por Rama sa u fut, u tërhoj direkt, shpalli bojkot. Po tjetë për shpall me bojkot, unë Shqiponja në tha për bojkot jo veti, pari, e tja ka fejtja 6 mujnë shki bojkotin, vete prej notin. Falemderit Sali Berisha për e të tret, falemderit. Por, bojkotin baroj dhe
ndeshja rifilloi. Rifilloi, po si do jetë rezultati, kush do fitoj? Ata nuk e dim fare se si ka me qenë rezultati, po unë dhe falenderoj gjithmonë atë që gjatë gjithë historisë e ka hongër, popullin shqiptar, faleminderit. Si e falenderoj popullin shqiptar, se sa ma shumë e ha, aq ma shumë i haet. Faleminderit. Faleminderit shumë! Faleminderit. Ikën droni nga fusha jone madhe!